Tani e gonit, me që ka edhe fëmijë të vogël, I duhet pak sheqer të mbledh vetë. Cilën nga bonot do e gon? Më jep atë me pistakjo. Këtu. Okej, I gjeta. Do ta kapësh, po kape, prit, hajde, 1, 2, 3. Hidhe. Po plase, më se nuk, ma je prap. Hidhe. Tani ta plas. Plase. Plase se do të bëjmë imazh zyrtar të bon. Ja, shumë pau. Nuk është njëri, nuk e di ç'është dhuna. Jam njëri mirë. Faleminderit Bono, si gjithmonë kemi nevojë të ëmbëlsohemi. Rozit, në fakt doja të të pyesja çfarë projekti ende nuk e ke realizuar në projekt skenik gjithmonë flasim, ose jo, nuk e di. Jo, dhe filmik, pse? Edhe filmik patjetër. Të cilin e ke me shumë dëshirë dhe me shumë pasion. Po si janë bërë ato rrethanat ende? Unë në fakt në dëshirat e mia është që të punoj Shakespeare. Sigurisht kam arritur deri në disa procese dhe nuk është realizuar. Bono, nëse do. Jo, faleminderit se kam ngrënë mëngjes edhe të ëmblat kam pak kështu pastaj. Faleminderit se ti në fakt. Unë ndjeve keq nuk më the mua. Edhe unë qëndrova pak kështu se jam mysafire, duhet më thoshte të parës. Ndona japi në një gjë këta. Dhe ne jemi edhe brezi vjetër, na thoshte mami, mos e merr me herën e parë, do të thot 2-3 herë merre. Kurse ju I ta merrni nga dora. Edhe shumë mirë se kur e do një gjë pse po se marr. Do edhe kaq. Kaq është. Unë si ato fëmijë të vegjël duke e marr. O babos ma dha. Jo, nuk dua rob zemër. Dhe po thoja Shakespeare, po e dashuroj Shakespeare-in. E dashuroj edhe për një gjë tjetër, edhe që dua ta them sot. Duhet ta them sot kësaj kohe që po jetojmë. Gjuha është bërë shumë vulgare. Gjuha e artikuluar. Pra marrëdhëniet njerëzore janë bërë vulgare, shkurtimet, janë gjitha sot I madh. Nuk e di çfarë po ndodh. Nuk thuhet një fjali e gjatë, e bukur, të gjitha të shkurtra, të gjitha aksion shumë I ashpër. Ka nevojë për pak poetik, ka nevojë për pak imagjinat, qoftë edhe tek marrëdhëniet njerëzore, dyshën e çifta, apo edhe në shoqëri është bukur, është edhe për këtë dua shumë. Të flas me një gjuhë që ta rrëmben qenien tënde dhe bëhet pak më njerëzore, më poetike. Na çove në dimensione të tjera të fjalës sot. Me që jemi në minutat e fundit. Absolutisht, e vërtet. Dhe ti e bën shumë mirë. Por ne kemi edhe një kërkesë, unë ta kam dërguar poezinë, është një nga poezitë e mia të preferuara, po kam përshtypjen edhe shumë të tjerëve. Bëhet fjalë për poezinë Në vend të përshëndetjes nga Zem Shkreli, të cilën ne do kemi kënaqësinë ta dëgjojmë në Kinotek në Sol, me sy të mbyllur. Të mbaroj mo Po, prandaj po flas që ti të vazhdosh të mbarosh atë. Ta dëgjojmë me sy të mbyllur, sugjeroj unë. Nga zëri I mrekullueshëm I Rozi Kostanit. Prit, mos fillo. Po mirë, ta lexoj një. Okej, lexojmë. Që mos mbytem. Jo, prima vista. Ama se ti edhe kështu natyrë emocionale, Gona. Nuk duat na mbytesh se kemi një sezon të gjatë na pret përpara, kështu që titullin si e kishte? Në vend të përshëndetjes. Në vend të përshëndetjes. Shumë e bukur. Ndonjëherë edhe një poezi mjafton në vend të përshëndetjes. Se ne shpesh herë përshëndetjeme ciao. Ja, kjo është një arsye pse duhet ta. Se më kujtua jo tipike e telefonatave. Mirë, ik hajde. Hajde ik, po. Sa kontradiktor, paradoksale është kjo, shumë e bukur. Gjuha pohuse dhe mohuse në të njëjtën kohë. Në vend të përshëndetjes. Shko, se furishëm po fryn në mua mallkimi që s'të fal. Dhe dje mirë, kur më një nuk bë një, siç thoshte Hikmeti, ai far poeti me këngë prej zjarri. Shko, merri me vete lutjet e tua, edhe hijen tënde hiqe zvarr rrugëve si gjën e ndyrë, mos u kthe pas. Mos I harro sytë për lotur në shtekballin tim. Mos thuaj lam të mirë.
Asgjë mos thuaj. Merri me vete gjurmët në për të cilat erdhe një natë, më e përvuajtur se frika dhe hyre në mua. Shko dhe bëhu fjale mrame në gojën time. Bëhu shkreptime fikur në ylberin e shikimit tim. Bëhu çdo gjë, po smeje te dhe asaj që i quajtëm ne, kur i zinim yjet si flutrat dhe u angjisnim nga një emër, mos të harronim emrin tonë. Shko, merri me vete edhe rrugët të mos kthehesh kurrë në vesën e lotit të rrjedhshëm, gërmadhat e kujtimit t'i rrëzosh. Shko, mbyllu në do kështjella të largë të harrimi, ku të zgjojnë më këmbonat e pendimit, kur çmendet malli vetmia, ose kur buza buzën e han piklim që mëkatin se lanë, që s'mundet të shpoj gurin e rënd, gurin e ftohtë të ndarjes. Shko më mirë dhe hesht, mos u kthe mbas. Mos i haro sytë e përlotur në shtekballin tim, mos thuaj lam të mirë. E kur të shkosh larg, më larg, se prej blerimin blerim, e kur të shkosh larg, më larg se prej zemrës në zemrë, aq larg sa të harrosh edhe emrin tënd dhe zërin tim, fshihu prej vetes. Shkurto flok gjatat, mate me mendje shkurtrën tënde dhe mos qaj. Shko se të mërshëm po lodrojnë sonte në mua rakete gjaku të ndezur. Rozi Kostani. Rozi që na bëre na këpute, na palose, që na Shumë e bëre. bukur ishte, më palosi dhe mua, u kënaqa. Ripin e sigurimit ju që jeni intimos. Që imagjino mund të ndarë nga e dashura ose i dashur i këto ditë, edhe po e vuajnë. Në stomak na godite. Rozi fantastike. Fantastike. Faleminderit, fantastik. ishte e magjishme dhe për mua. Unë e pëlqej shumë Azem Shkrelin, kur kam qenë në gjimnaz, lexoja shumë etj, po kisha kohë pa e lexuar. Faleminderit Viola. Faleminderit shumë e bukur. Faleminderit ty që na dhurove nga magjia jote. Pasurohet shpirti me gjëra të vogla, po me dashuri të madhe, thoshte Nën Tereza. Shumë e vërtet. Kur të gjesh kohë të lirë gjithmonë, merr njeriu tënd më të dashur dhe ke këtë biletën dyshe për në Cineplex, në cilën do nga pikat, qoftë në tek, qoftë në QTU, për cilin film të kesh dëshirë. Mund ta zgjedh filmin, Po, patjetër. Dhe kur të duash është e vlefshme. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit për dhuratën. Kishit mrekullueshëm. Faleminderit shumë miq të Kinotekës që na ndoqët deri në këtë moment. Takimi i radhës, ju e dini, është mërkurën e ardhshme në orën 17:00. Deri atëherë, kaloni mirë, kujdesuni për veten dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, në YouTube, në Spotify dhe mua e Egonin mund na përshëndesni nëse na shihni rrugës. Mirë, deri atëherë, kalofshi sa më mirë dhe shihemi të mërkurën tjetër. Edhe nga edhe nga unë miru pjekshim. Faleminderit. U kënaqëm, rofshi, faleminderit.